sa i përket përmende ditën e ushqyerjes, sa po ushqehemi shëndetshëm, sipas jush po hyjnë ushqime të cilat kanë datë skadence, po ashtu produkte të cilat po shiten pa kontroll në Kosovë. Nëse flasë për ushqishmërinë, para ushqimit, do ta kemi parasysh faktin se çdo qytetar i Republikës së Kosovës dhe botës do ta ketë minimum prej 2000 kalorish në ditë. Dhe imagjinoni nëse e krahasojmë 2000 kalorishën me një familje e cila mbijeton me 60, 70, 80, 90 euro në muaj. Imagjinoni një pensionist i cili duhet të mbijetojë me 120 euro ndërsa këto gjitha i shkojnë për medikamente. Imagjinoni klasën shtresën e mesme të shoqëruar e cila mbijeton me overdrafte, me linje kreditore sepse nuk i mjafton rroga. Domethënë, asnjë qeveri nuk ka mri një baraspeshim mes çmimeve, kostos së jetesës me standarde me ato që i merr. Rrogë, si quhen ato, rroga, pension, ndihma sociale. Dhe kjo mirëqenie sociale ose standardi qytetar të konsumator është obligim i qeverisë. Obligimi i parlamentit se kemi votuar për këtë punë, se kemi votuar që kanë të hjeshëm ose të hjeshme. Domethënë, nëse ata nuk e kanë arrit këtë balans që quhet si mirëqenie sociale, produkti quhet mirëqenie sociale ose standard jetësor, ata çka na duan neve. To vinë si pasojë e çmimeve të pa kontrolluara dhe disbalansit mes çmimit dhe të ardhurave mujore. Nderuar, faleminderit për kohën dhe mundësinë. Faleminderit juaj shumë. Ishte kënaqësi. Kënaqësi për mua. Pra ata ishim me kryetarin e shoqatës konsumatorit, zotëri Selahattin Kaçaniku, me cilin folëm më shumë rreth çmimeve të produkteve bazike. Ne këtu po shohim edhe shitësit ambulante në sheshin Zair Bayaziti në kryeqytet, cilët po shesin produkte cilat i kanë kultivu vetë. Përshëndetje, i nderuar, jeni lodh? Ja ka pak. Qysh po shkon shitja? Mirë, është mirë tash mëngjesi, mirë. Zakonisht çdo të marr dilni këtu në shesh. Sa është interesimi i qytetarëve? Ka interesim të madh. Dhe produktet në tash të freskëta, tash produktet i jeshtë këtu produktet që janë më shumë në mundë të bashës, unë punoj më shumë me mjaltë.